Lutja e shpëtimit për fëmijët. Përshëndetje, miq. Do të eksplorojmë një lutje speciale që na ndihmon të lidhemi me Jezun. Lutja fillon duke pranuar se të gjithë jemi mëkatar. Është normale. Pastaj besojmë se Jezusi vdiq për ne në kryq që ne të shpëtohemi. Kërkojmë falje për mëkatet tona nga Jezusi. Është një moment shumë special. Ne i hapim zemrat tona Jezusit duke e lënë atë të hyjë dhe të mbush jetët tona me dashuri. Jezusi pranohet si Zot dhe shpëtimtar me gëzim. Është një vendim i madh. Falenderojmë Jezusin për faljen e mëkateve dhe dhurimin e jetës së përjetshme. Le të falenderojmë. Koha e gëzimit dhe shpresës. Lutja e shpëtimit na bashkon të gjithëve si miq të Jezusit. Sa e bukur. Gjithmonë mbani mend, miq të dashur, mund të flasim me Jezusin dhe ai na dëgjon gjithmonë. Lutja është si një çelës që hap derën për një misi të veçantë me të. Me besim të fortë, ne gjithmonë mund të kthehemi te Jezusi dhe të flasim hapur. Kemi një lutje që e ndajmë me miq dhe flasim për Jezusin. Mund të mësojmë për të përmes tregimeve biblike dhe përrallave. Asnjëherë nuk është herët për të njohur dashurinë dhe mirësinë e Jezusit. Të gjithë mund të marrin pjesë në historinë e mrekullueshme të shpëtimit. Kur pranojmë Jezusin, bëhemi pjesë e një familjeje. Ai na mëson të jemi të sjellshëm dhe të kujdesemi për njëri tjetrin ashtu si ai për ne. Lutja e shpëtimit është një dhuratë e bukur, e mbushur me shpresë dhe dashuri. Prandaj, mos harroni të luteni dhe të hapni zemrën tuaj për Jezusin çdo ditë. Lutja e shpëtimit nisi një udhëtim të mrekullueshëm me Jezusin. Dashuria jon për të mund të shprehet në shumë mënyra, si përmes artit. Këngët dhe lajmet e mira për Jezusin janë pjesë e gëzimit ton. Si miq, ne ndajmë atë që mësojmë dhe rritemi së bashku në dashurinë e Jezusit. Bashkësia e besimit është një hapësirë për mbështetje reciproke. Kujto, Jezusi na udhëheq gjithmonë, kur nuk jemi vetëm. Jeta me Jezusin është një aventurë emocionuese dhe mbushur me gëzim. Ne mund të flasim gjithmonë me të në çdo kohë dhe kudo. Jezusi gjithmonë ju do dhe kujdeset për ju, prandaj mos e harroni këtë. Faleminderit që u bashkuat me ne sot. Shihemi së shpejti, miq. Mirupafshim. Lutja e shpëtimit. Zoti Jezus, pranoj mëkatet e mia. Besoj se ti vdiqe për mua në kryq që unë të shpëtohem. Në këtë moment, të lutem më fal të gjitha mëkatet e mia. Të dua me gjithë zemër. Hyj në zemrën time, Zoti Jezus, të pranoj si Zot dhe shpëtimtarin tim. Faleminderit Jezus për mëshirën ndaj të gjitha mëkateve të mia dhe për jetën e përjetshme në emër të Jezusit. Amin. Tregime biblike, mësime dhe parabola të Jezusit. E jani të gjithëve, dëgjoni fjalët e fuqishme të Jezusit në fjalëtejezusit.com.